Ajo çka do doja të thoja do ta ndanim, pra nëse diskutojmë në rrafshin profesional në një frekuencë të mirë intelektuale, biem dakord që janë shtuar shumë shërgullimet endokrine, shërgullimet hormonale. Por në qoftë se do flasim me zhargonin e rrjeteve sociale, ndoshta edhe këtë kakofoninë e madhe që dhe bombardimin që pikërisht, të them të drejtën, unë këtu kam rezervat e mia. Pra, unë e gjë shpesh në praktik këtë koncept, për koncepti i disbalancës hormonale. Dhe vinë me atë teori që kur kanë studiuar ndonjë gjë të madhe. Unë jam ekspert hormonësh i certifikuar të paktën nga 21-22 vjet, pra si specialist, edhe të them të drejtën, kur përdor termi disbalancë hormonale, duhet jemi bindur çka ka ndodhur me hormonet, kush është prishur, pse është prishur, ç'a mund të korrigjohet, pastaj le të them që të merrem me çështjen. Sepse pa dashur të ndërpres, disa herë mjekët thonë që mbase dhe analiza dalin në rregull dhe mund të kemi një disbalancë hormonale dhe futemi pastaj edhe në Edhe kjo është debat tjetër. I madh. Për shembull, çfarë ndodh Dorada në konceptin tani po ju flas si epidemiolog ose në konceptin e definicionit të smundjes. Se për fat të mirë unë jap lëndë në komunikimin të fakultetit mjekësisë dhe u bëjmë studentëve. Duhet të dëftoj një herë në muaj. Po do të kishte interesante bazë në këtë sens. Sepse është gazetari dhe le të them dhe mjekësi bashkë. Ndonse jemi munduar që të fusim dhe elemente të tjera aty. Po për të ardhur një herë, pra çdo start profesional, çdo diagnozë, çdo qasje që ti bën me pacientin, fillimisht i referohesh një definicioni të caktuar, një smundshmërie të caktuar, që ne kemi kodet përkatëse në këtë drejtim, dhe pastaj merresh le të them me diagnostikën dhe me trajtimin. Ndaj në këtë aspekt, kur flasim për një gjë, duhet jemi të bindur pra 100% që është kjo gjë. Unë të garantoj që diagnostika e smundjeve endokrine është tmerrsisht e vështirë, sidomos në kushtet e vendit tonë, dhe gjithë vendeve le të them që nuk konsideron, nuk janë Amerikë, nuk janë Gjermani që të kenë dhe fuqi të mëdha financiare në sistemet shëndetësore që ato kanë.